Një tjetër rast i trafikimit të lëndëve narkotike përmes postës është goditur nga antidroga e Tiranës. Në pranga ka rënë një italian i identifikuar si Manuel Morella. Ky i fundit rezulton student i stomatologjisë në një universitet privat në Tiranë. Agjentët e antidrogës e kanë arrestuar pranë zogut të zi menjëherë sapo studenti italian kishte marrë pakon me postë, brenda të cilës u gjet 475 gram kanabis me përqindje të lartë THC. Gjatë kontrollit në banesën e 23 vjeçarit Blut gjetën edhe 442 gram të tjera. Në total, droga ka vlerën në treg afro 20.000 euro. Antidroga sekuestroi një shumë të madhe parash si dhe disa aparate celulare. I riu deklaroi se në pako kishte porositur një bluzë, ndërsa sasi në banesë kishte për përdorim vetjak. Kanabisi ishte dërguar nga Shtetet e Bashkuara. Ky është rasti i 11 që antidroga ka goditur trafikun e kanabisit me postë gjatë muajve të fundit.